dhe mbrojtjen e lirisë së mediave. Konkluzione. Rikonfirmon se bashkimi i pushtetit politik, drejtësisë dhe krimit të organizuar, imagjinoni domethënë, paraqet një kërcënim serioz për demokracinë dhe sigurinë në Europë, jo vetëm në Shqipëri ma. Paralajmëron se Shqipëria rrezikon të zhytet në një regjim të përhershëm narko-autoritar. Është zhytur po të përhershëm. Dhe sfundi u bën thirrje antarëve të partive AIDIUS të mbeten vigjilente dhe të mbështesin forcat demokratike shqiptare në mbrojtje të lirisë, pluralizmit dhe vlerave europiane. Kur ndonjëherë bota perëndimore nuk ka folur në një dokument me një gjuhë kaq të qartë sa ka folur dje në Washington në datën 5 dhjetor në forumin botëror të AIDIUS. Një mirënjohje të pakufishme ndaj miqve tanë dhe një zotim solen para shqiptarëve dhe atyre sa asgjë në botë nuk do mund të mposhtë Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare pa përmbushur misionin e saj që ndreste fuqishme ndaj narkoshtetit dhe largimin e tij sa më shpejt nga qeveria. Faleminderit. Zoti Berisha, a mendoni se këto rezoluta, nuk është e vetme kjo e miratuar një ditë më parë, do të cënojnë pozitat e Edi Ramës tek ndërkombëtarët në kohën kur në Shqipëri Komisionera për zgjerimin Marta Kos tha se zgjedhjet ishin të lira, apo të tjerë ambasadorë dhe zyrtar të huaj rreshtohen kreut të qeverisë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Së pari, këto rezoluta njëra pas tjetrës, por mbështetur sigurisht jo vetëm në këto, po dhe në morinë e pafundme të dokumentave dhe fakteve që dalin në dritë. Mendoj se vëmendja, shqetësimi dhe denoncimi narkoshtetit në Shqipëri ka marrë për masa botërore.